Ata përqitje ka poligon plot Shqipëria. T'ju pyes edhe nga kurioziteti se ku stërviten këta që quhen vrasës me pagesë. Ka një akademi vrasësh që janë aq të përgatitur, aq preciz. Pyetje shumë e bukur. Duke qenë se kemi patur akademi Barinsh në sirtarin e premtimeve. Andrea, kjo lidhet edhe me një fenomen tjetër. Familje mafioze, në fakt janë familje kriminale. Dhe ky janë një organizim tjetër përveç grupit strukturuar kriminal dhe organizatave kriminale. Këtu tani futet edhe pjesa, po themi, krahu i armatosur i kësaj familje kriminale. Dhe ti do të dish që si stërviten këta vrasit. Ata përqitje ka poligon plot Shqipëria. Pra poligonet thuajse kryesisht janë poligonet, na shkon sepse ajo nuk është ndaluar ti të shkosh atje të bësh stërvitje. Atje është çdo qytetar mbi 18, nuk e di sa është mosha, ndoshta edhe më shumë, se nuk e di këtë, dhe ti bën prova atje, ti bën exercise atje dhe je në rregull. Pjesa tjetër, ajo pjesa e stërvitjes fizike, ajo është pastaj për të diskutuar. Por besoj që edhe këtu palestrat në Tiranë nuk janë vetëm pjesë e atyre që duan të bajnë trupin në formë. Një vrasje që ka ndodhur në Tiranë në vitin 2002, më kujtohet, përpara se të ekzekutoheshin, ata kishin bërë stërvitje në palestër 3-4 orë dhe një oficer i lartë i policisë kur ishte drejtor zoti Myftari i zbuloi ata autorët pikërisht sepse kur shkojnë palestër te garderoba atje, ai vajti kontrolloi garderobën dhe i gjeti armë. Tani në palestër me armë, çfarë bëjnë këta?